Përshëndetje gjithëve miq, takohemi në Albania Newscast në episodin ton të radhës. Do ndalemi padyshim të shumë çështje që lidhen me aktualitetin politik dhe jo vetëm. Ditën e sotme protesta të forta nga ana e protestuesve në dyert e Kuvendit të Shqipërisë, ka ndërhyrë dhe policia me gaz lotësielës, por gjithashtu është përdorur edhe piper, është përdorur gjithashtu edhe ujë me presion. Ka qenë një protestë shumë e fortë ajo e ditës së sotme në dyert e Kuvendit, si e tham, por gjithashtu do të vijoj edhe gjatë orëve të darkës dhe do të vijoj me sa duket edhe gjatë gjithë stinës së verës dhe mëtej. Pikërisht për këto, por edhe për situata të tjera që lidhen me politikën, do flasim në këtë pjesë. Kam kënaqësinë të kem atë që është një nga deputetët që ka bërë më shumë buj në ditët e sotme. Kam Mariana Koçekun në studio. Faleminderit Mariana, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Ke bërë shumë buj me vendimin tënd për të larguar nga Partia Socialiste. Është në të paktat raste që një deputete e re ka këtë kurajo dhe ikën nga pushteti. Tani që ka kaluar pak kohë, si ndihesh me këtë vendim që ke marrë? Ky është një vendim që ka qenë totalisht i jemi, ka zgjat pak në kohë, padyshim që protesta ka qenë një shtysë fort për me e realizu këtë vendim. Njihem shumë më vendosur se çka kanë qenë më përpara për rrugtimin tim politik, duke pas parasysh edhe ngjarjet politike të fundit në vendin tonë, por po ashtu edhe reagimin qytetar masiv në rrugët e Shqipërisë. Është një vendim i duhur, i mirë menduar dhe për mua nuk ka kthim pas. Për mua është shumë e rëndësishme rrugtimi jem politik këto 3 vjet të ardhshme të këtij mandati, duke qëndruar si një zë kritik, si një opozitë fort brenda këtij parlamenti dhe duke ngrit kauza qytetare dhe me interes publik mbar shqiptar. Mariana, ato problemet që denoncojnë në fillim kanë kaluar, kërcënime, gjëra të tjera, tani është gjithçka okay për ty dhe familjen, padyshim. Kjo është një tematikë që nuk do doja të ndalesha gjatë, pasi unë kam dhënë mesazhin tim, ka qenë një mesazh mbi baza të forta dhe lufta jeme është totalisht politike dhe do jetë e tillë deri në fund. Ndërkohë, ndalemi te protesta. Si e ke parë, ti ke qenë atje, je bashkuar, kam përshtypjen do të jesh e vetmja deputete që vjen nga majoranca që ka shkuar atje. Si e ndjer, si të kanë pritur, më jep një koment tëndin për protestën. E kam mbështet këtë protestë që në fillimet e saja. Në fillim nuk e kam mbështet aq haptazi pasi isha pjesë e një subjekti, por kjo protestë ka mbështetjen time të plotë në atë mënyrë që unë mundem për me mbështet. Kam qenë pjesë në institucionet ndërkombëtare ku kam folë dhe i kam dhënë mbështetjen time të plotë me praninë në mediat ndërkombëtare, mediat vendase. Roli jem në këtë protestë është rol mbështetës. Ka qenë protesta ajo që më ka motivu për këtë vendim, pra është protesta ajo që më drejton mua dhe jam unë ajo që ndjeku rrjedhën e protestës. Vlera më e madhe e kësaj lëvizje qytetare është konsistenca. Për ditë me radhë, për javë me radhë, këta qytetarë kanë rezistuar, nuk janë ndërzuar pavarësisht kushteve të vështira, temperaturave të larta, çka dërgon një mesazh të fortë jo vetëm shqiptarëve, por edhe përtej kufive tonë, që besimi dhe kërkesat e tyre janë shumë legjitime dhe siç duket ata nuk do ndalen dhe besoj se nuk do të ndalen. Mariana, po kur shkon në Kuvendin e Shqipërisë, si ndihesh? Më jep një koment. Kolegët e tu të qëndrojnë ftohtë ish kolegët, pra si funksionon për ata që nuk e dinë, pra politika i ka paragjykimet, i ka këto rreshtimin në llogore apo i ruajnë raportet miqësore? Nuk është pa paragjykime dhe politika. Padyshim, unë nuk jam qenë pjesë e parlamentit, akoma qysh se kam dhënë ndërheqje nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Do t'i bashkohem në vazhdim padyshim sepse është vendi ku përkas si deputete dhe vendi ku bëhet lufta më e madhe politike dhe ku ngrihet edhe zoni i qytetarëve dhe kjo është ajo që unë synoj të baj tash e në vazhdim edhe më mirë edhe në një mënyrë më të dense që kam bë më përpara. Për mua është shumë e rëndësishme që një deputet si përfaqësues i interesit të qytetarëve të jetë shumë i vetëdijshëm për këtë lloj përfaqësimi, për kompetencat, por edhe për detyrat e veta. Por mbi gjitha të ketë një ndërgjegje të pastër publike dhe qytetare që ta vendosi para çdo lloji interesi në mënyrën se si kalon ligjet, si voton edhe se si i krijon ato ligje, por edhe për kauzat që zgjell ose nuk zgjell për me pru në Kuvendin e Shqipërisë.
për mua është përfaqësimi dhe detyra më e lartë publike që një qytetar i Shqipërisë mundet me pas, nuk është një punë e zakonshme, është edhe mision po ashtu, por edhe detyrë për me nejt sa ma besnik betimit që ne bëjmë kushtetut edhe mbrojtjes së interesit publik. Ideologjikisht, ku e ndjen më shumë veten Mariana Koçeku? Pra, është te ideologjia e majt, ideologjia e djathtë, ku e ndjen më shumë veten? Nuk mund të them nëse Shqipënia dhe vendi jon ka pas ndonjëherë një ideologji të pastër të veten, të imponuar por jo diçka që ka lind si frym e vetë të njerëzve. Prandaj është e vështirë që ta arreshtoj veten shumë majtas apo shumë djathtas. Unë mendoj se përkas më shumë në qendër, edhe mendoj se edhe Shqipënia ka nevojë për këtë frym të qendrës. Pa militantizëm, nuk ka vend dhe nuk ka asnjë nevojë publike, sepse nuk i shërben as pak politik bërjes edhe të mirës publike, të kanonit militant i cilës do forum politik apo frym politike në vendin ton. Besoj se kena nevojë mbi gjitha për përparime të pastra edhe për përfaqësim publik. Dhe mendoj që ajo që përshtatet më shumë shqiptarëve, edhe vetë mu personalisht në politik, është qendra. Do mbetemi dhe pak tek qasja që ti do kesh ndaj kuvendit. Pra do rikthesh, do jesh me opozitare, siç e the ti, do ngresh kauza që lidhen me zonën tënde apo dhe me çështje të tjera. Pra cili është ajo që ti shikon vizioni që ke për Mariana Koçekun si deputete? Unë kam kritikat e mia për dy forumet politike tradicionale në vendin tonë. Për mu, njëni forum politik është në krizë të thellë, ndërsa tjetri është në dehje të thellë. Asnjëna prej të dyjave nuk i ka përfaqësuar shqiptarët ashtu siç ata meritojnë edhe siç është dashur me bën në këto vite. Dhe besoj mundësit i kanë pas të arta jo rallëherë dhe me momente shumë historike. Ka shumë vite në pushtet, domethënë. Më shumë mundësi se kaq, domethënë, patjetër. Kjo vlen për të dyja palët, me momente historike shumë të rëndësishme që ata kanë pas në dorë për ta çuar Shqipërinë ku e ku shumë më mirë se ç'është sot. Por të dyja këto forume politike kanë dështuar me apo pa dashje dhe këto janë gabime që populli shqiptar nuk duhet me ia fal asnjënit forum. Pasi bëhet fjalë për një migracion masiv që kena pas, për institucione publike që nuk e mbrojnë as nuk e promovojnë demokracinë ashtu siç duhet ta bëjnë, për mungesë transparencë, mungesë llogaridhënie, disa elementa shumë të rëndësishëm në ekzistencën e publikes, por që kanë munguar ndër dekada. Dhe gjithashtu tu konsideru edhe momentin historik ku ndodhet vendi jon, ku ka një dashamirësi kaq të madhe dhe një gatishmëri nga shoqëria shqiptare për me u antarësu në Bashkimin Evropian, mendoj se është shumë më nevojshme një ndërgjegjësim më i madh mbar qytetar, por edhe mbar politik, për atë çka i detyrohen na vetë vendit edhe ku dona me pa të ardhmen, tu i bashku këtyre vlerave evropiane dhe duke i përgjafuar ato edhe me veprime, po edhe me gjithë përfshirje më të madhe të vetë shoqënisë shqiptare. Shoqënia shqiptare e shef integrimin evropian si garancinë e vetme dhe më të madhe për një demokraci të pastër, llogaridhënie dhe transparencë më cilësore. Dhe kjo nuk do të thotë që e atashon integrimin evropian vetë procesin, pra dhe institucionin me figurën e një personi apo lideri politik të vetëm, një emri partijak apo një lloj qeverie. Është shoqënia shqiptare thelbi i këtij procesi dhe vetë procesi i integrimit duhet të sillet dhe duhet të jetë i tillë. Mundet Shqipëria të jetë në BE me këta lider politik, me zotin Rama, me zotin Berisha? Unë besoj se integrimi evropian e ka shumë të qartë llojin e leadershipit që don, edhe këtë e ka përcjell edhe me modelet e leadershipit që vetë perëndimi ka pas ndër vite. Modelet që ka pas vendi jon janë shumë larg këtyne, qoftë me meritokracinë, me demokracinë e brendshme, me llojin e qeverisjes, me llojin e komunikimit, modestinë e afrimit dhe të bamunit politik me qytetarët e vet. Ka shumë për me reflektu, nuk e di se sa të aftë do t'jenë për me reflektu, pasi për shumë gjana është edhe shumë vonë, por di të them që klasa politike, establishmenti politik në Shqipëri e ka humbur totalisht legitimitetin edhe besueshmërinë publike dhe është në një shkëputje shumë të madhe me realitetin e shqiptarëve dhe me nevoja që me të vërtet ka vendi jon. Një pyetje që vjen edhe një nga kritikat kryesore që është ndaj teje pas vendimit të largu nga PS-ja është jep mandatin edhe nuk të takon ty etj. Ti e përgjigjur, por duhet ta bëj dhe unë, meqense në emisionin tim. Si përgjigjesh këtyre kërkesave që kanë ardhur nga PS-ja, nga
disa deputet. Është dhe një lloj kritike që të adresohet. Unë kam drejtu listën e mbyllur të Qarkut Shkodër për Partinë Socialiste në zgjedhjet e vitit të kaluar. Janë 10 muaj e pak që unë jam pjesë e parlamentit si deputete e këtij kuvendi. Ky është një sistem elektoral që unë e kam gjetë, pavarësisht kritikave të mia të mëdha që unë kam ndaj këtij sistemi, pasi nuk më duket sistemi më i drejtë, i mundshëm dhe demokratik për vendin tonë. Betimin si deputete unë e kam bë mbi kushtetutin e Shqipërisë, jo mbi statutin e asnjë partie. Pra është kushtetuta ajo që më jep lirinë, më njeh kompetencat dhe të drejtën që unë ta ushtroj mandatin si deputete deri në fund, dhe kështu do të bëj. Dhe tjetra, a lihet një betim i bëm në kushtetut, a lihet një premtim që ju kam dhënë qytetarëve që do t'i përfaqësoj dhe do t'ja veçoj zonin e tyne në parlament dhe problematikat e tyne deri në fund këtij mandati? Besoj përgjigjen edhe vetë. Çfarë do ndodhi në të ardhmen tënde? Kam dëgjuar thashë theme që mund t'i bashkohesh PD-s, mund të shkosh në një parti të re. Cili është objeksioni që ti ke, objektivi pra i të ardhmes? Mua nuk më frymëzon personalisht asnjë nga këto dy forume politike dhe as liderët e tyne. Mendoj që më së miri unë e shërbej interesi qytetar duke nejtë deputete e pavarur. Unë po punoj në një platformë, në disa pika kryesore që do shqjedhojnë dhe elaborojnë matutje se si do jetë e ardhmja jeme politike dhe aktiviteti jem politik në këto 3 vite të mbetur atë këtij mandati. Platformë tipit, çfarë tipi ka platforma? Pra një krimi partie politike apo platformë thua të aktivizmit tënd? Platformë nuk do të thot me do e mos parti politike. Për mua është një lloj transparence edhe garancie ndaj qytetarëve shqiptar, atyne që më kanë pra të qarkut tem dhe jo vetem, dhe një lloj komunikimi i drejt për drejt se ku e shoh unë më të rëndësishme që tjetë aktivizimi jam politik dhe çka shoh si më të nevojshme për t'u sjellë dhe për t'u artikuluar në diskurin publik dhe në jetën publike politike të vendit tonë. Thelb i këtyne pikave që unë po shqjedhoj dhe i kësaj platforme është mirëqenia, me bë vendin tonë një vend të jetueshëm. Momentalisht Shqipëria nuk është një vend i jetueshëm në kushtet e duhura as për brezin e ri, po as për brezin e prindve tonë. Jo më kot janë detyruar dhe detyrohen çdo ditë të largohen. Qëllimi është se si mundën na këtë Shqipëri me e kthy në një vend më të jetueshëm dhe me një mirëqenie më të vërtetë dhe një standard më të lartë. Për mu, thelbi i mirëqenies është ekuilibri dhe raporti që njeriu ne kena me mjedisin, me natyrën që na rrethon. Kjo nuk është sfidë vetëm e vendit tonë. Kjo është një sfidë mbar globale dhe sfida më e madhe është pikërisht se si me gjetë këtë lloj raporti. Unë e konsideroj mjedisin të jetë thelbi i qenies teme politike. Aktiviteti jem ka qenë i bazuar mbi ekologjinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm shumë kohë para se të janë politik, bile ka qenë forma me cilën dhe jam njoft dhe kam hyrë politik më vonë si aktiviste edhe si sipërmarrëse. E konsideroj shumë të rëndësishme një zgjim vetdije të matejshme të shqiptarëve, që besoj se ka filluar me ndodh, mbi rëndësinë e mjedisit dhe se si ne na të lidhun drejt për drejt me mirëqenien dhe me jetën tonë. Çdo lum i ndotur është një humbje kombëtare, çdo mal i djegur është një humbje kombëtare. Aq më tepër një tokë e shitun apo e falur në vendin tonë është një humbje edhe më e madhe kombëtare. Besoj se krahas një kontrate sociale, neve na duhet një kontratë natyrore, na duhet sovraniteti i tokës. Unë besoj se toka është politike, gjeografia është politike, e gjelbra është politike, që do thotë që janë instanca më të larta që vendosin për vetë mirëqenien tonë edhe ndërlidhshmërinë që ne kena vetë me njëri tjetrin në përditshmëri. Mariana, ti u ndale pak, meqenëse jemi këtu të çështja e tokës. Më jep një koment për paketën e maleve. Një projekt ligj shumë i debatueshëm, shumë i diskutuar, investitor strategjik. Pra, si ishte vërteta? Pra, flasë e vërteta që ti ke parë edhe nga brenda partisë. Do të falet toka të huajve apo është thjesht një iniciativë për të ndihmuar biznesin? Si ishte vërteta në sytë tu? Unë vi për një zone malore, po besoj edhe tonë Shqipënia, ku përgjatë këtyre 30 viteve janë bërë premtime pafund për njohjen e tokave, për njohjen e pronave, pra një pasuni dhe një zotësi natyrore e njoftun për shekuj, ndër breza komuniteteve dhe individëve të aty në zonave. Si mundet me pas sukses paketa maleve, kur ala sot nuk ka tituj pronësie për kullat qindra vjeçare të malësive të veriut
por edhe malësive të jugut po ashtu, të tokave ku të gjithë e dinë se kush i zotësot dhe nuk ka pas as cënime midis palëve, pasi ka vazhdu si një trashëgimi kulturore dhe natyrore mes komuniteteve, kur nuk ka asfaltim të akseve kryesore dhe mungon totalisht siguria për vendasit edhe për turizmin, kur bizneset detyrohen me majt gjeneratorët nezën 3 muajt e vitit për me mbjetu në sipërmarrjet e tyne, kur me ndërtu një stan, ka burokraci si me kënd të ndërtu një shtëpi, kur ka zero mbrojtje të produktit vendor, as promovim apo mbrojtje të bujqësisë dhe blegtorisë. Si mundena ne me fol për majën e piramides kur nuk kena garantu ala bazën edhe themelin e saj. Pra, kjo vlen për të diskutu dhe me mendu para se me fol për suksesin e paketës maleve. Nëse realizohen gjitha këto dhe nëse njihet e drejta e pronësisë dhe mbrohet me ligj, e drejta se cilit individ dhe komunitet mbi tokën bujqësore, mbi pronat e tyne, tokat pyjore, kullotat, po dhe bjeshën e vrinin që ata e kanë shfrytzu ndër shekuj dhe ju është njoft si e drejt ligjore me ligjet dhe kodet e tyne zakonore që kanë pas, dhe me të drejtën e trashëgimisë familjare, atëherë mundena me fillu me fol për një sukses të mundshëm të paketës maleve. Pra, edhe ti je skeptike me këtë projekt ligj, po me çështjen e investitorit strategjik, si është ky diskutimi, ky projekt ligj, edhe ai fal tok në klapa gjithmonë. Është dhe kjo e vërtet? Gjitha faktet janë kokforta dhe flasin me shumë vërtetësi dhe mënyrë shumë të drejtë për këtë lloj zhvillimi dhe për vetë paketën e male, po dhe investitorëve strategjik. Besoj se një zhvillim është i mirë kur pikë sparit është zhvillim dhe ju shërben njerëzve dhe komuniteteve. Pa i shërby thjesht një grupi të caktuar dhe të ngushtë interesash dhe të afërt me pushtetin. Është e nevojshme që ndërtojmë një lloj zhvillimi horizontal ku ju shërben komuniteteve, krijoni një ndërlidhshmëri mes tyne dhe krijoni një produkt të vërtet konkurrues. Dhe besoj se Shqipënia ka tan potencialin e mundshëm që me diversitetin e vet që ka, pavarësisht se është një vend i vogël dhe me shumëllojshmërinë e komuniteteve, të kulturës, subkulturave dhe historisë që ka, mund krijojnë një potencial dhe një produkt konkurrues me tana vendet e tjera të Evropës. Kjo është arsye sepse vizitohet Shqipënia, për mikpritjen, për vlerat natyrore, për arkitekturën e veçantë. Ne nuk vizitona dhe nuk jena vizitu asnjëherë për resortet. Ne nuk e konkurrojmë dot botën në një zhvillim që e ka sjellë prej dekadash. Dhe ne nuk kena pse tjetërsohena në emën të zhvillimit. Do ishte një zhvillim shumë i dhunshëm nëse kërkon që të harrosh se kush je edhe se kujt i përket. Dhe shqiptarët nuk mund të harrojnë dhe nuk duhet të lejojnë të harrohen as të pranojnë politika dhe projekte të huajsuese. Pra, duhet një zhvillim që krijon një vend dhe një mirëqenie për vetë shqiptarët dhe duke ja siguru jetën e tyre pikë spari këto. Po ka nevoja që ata të largohen dhe të jenë emigrant në vende të tjera dhe turist në vendin e vet. Shumë njerëz bëjnë pyetjen me këto teza, të gjithë bien dakord. I ke ngritur dhe në Partinë Socialiste këto teza, pra është folur dhe në forumet e saj drejtuese, në grupin parlamentar, në kryesi, në asamblen, sepse duket sikur zoti Rama i dëgjon deputetët, të paktën nga ajo që kemi parë dhe nga mediat. Ashtu duket, unë e kam ngrit çështjen e pronave, çështjen e hipotekës. Dhe të mjedisit, të lumeve kemi diskutuar edhe më herët bashkë, studio të tjera televizive. Në grupet e mbyllura të zgjeruara të Partisë Socialiste, unë kam folur për trashëgimin natyrore, për kërcënimin që po ju bëhet kullave dhe arkitekturës së vjetër shqiptare, si në veri dhe si në jug të vendit. Kjo lidhet edhe me pasionin tem për antropologjinë dhe për arkitekturën e vjetër shqiptare. E kam ngrit si problem se sa rëndësishme është që ne të hartojmë një kornizë ligjore lehtësuese për pronarët e këtyre trashëgimive kulturore, por dhe të jepet një subvencion dhe një mbështetje ligjore për restaurimin e tyre. Ka qindra kulla që shemen prej mungesës së një çatije, kulla që është e pamujtën të ndërtohen më në ditët e sotme. Dhe kjo është produkti i vërtet shqiptar. Kjo është ajo të cilën ne duhet ta mbrojmë me fanatizëm dhe si qytetarë dhe si politik përkundër shumë pasunive të tjera që ne kena. Dhe po ashtu kam folur për mjedisin, për ndotjen e lumit drin si një urgjencë kombëtare ekonomike, pasi cënon në mënyrë të drejtë për drejtë jetën edhe vazhdueshmërinë aty në sipërmarrjeve fisnike që janë brigjeve të këtij lumi, për ndotjen e lumit buna, po ashtu dhe mjedisit në përgjithësi në vendin tonë, për katastrofat mjedisore që i kena pa të ndodhin çdo verë dhe sigurisht deri në një farmase mund të jenë
larg le të themi dorës së njeriut, po të njëjtën kohë politika e ka për detyrë që të ofrojë instrumentet edhe zgjidhjen që s'pari të parandalohen, por edhe të kurohen pa pas pasoja tragjike. Si janë pritur në tragjike. PS këto? Janë pritur mirë apo okay, mirë edhe është lënë aty? Pa neglizhencë. Po siç duket edhe në realitet nuk janë marrë masa në praktik për me ju dhënë zgjidhje dhe për me fillu të paktën me ju dhënë zgjidhje këtyre problematikave, pasi vazhdojmë me pa edhe me pas në të njëjtin realitet. Drini vazhdojnë me kenë siç është, po aksione të mirëfillta politike ligjore që duhej të ishin marrë ndërkohë dhe po ashtu çështja e hipotekave ne jena përballë këtij realiteti kokfort a la sot. Madje ka më mirë të vrarë për çështjet e pronave. Pra është një gjë akoma më e rëndë. Për te një dokumenti që duhet të jepet e të merret, po ka dhe mira të vrarë. Po, flasin edhe vetë raportet edhe shifrat të cilat janë me të vërtet të trishtueshme, por edhe kërkojnë një reflektim edhe një përgjegjësi shumë të madhe nga klasa politike e vendit tonë, pasi kjo është një plagë shqiptare, ndoshta nuk mundet mu mbyll tërësisht edhe me shku drejtësia në gjitha suazat e saja të kësaj çështje kaq të thellë, pasi është diçka që vjen para sistemit që ne kena sot dhe ndër qeveri të tjera, por duhet të dëshmohen akte të pastra që po punohet edhe po mendohet për me ju dhënë zgjidhje. Dhe mbi 3 mandate nuk janë pak për ta dëshmuar këtë gjë, ose të paktën me kriju mekanizma që e japin një farë drejtësie pa cënu të drejtën asnjë individi dhe asnjë komuniteti. Më jep një koment, si ka mundësi politika është kaq e paaft për të zgjidhur hallet e shqiptarëve, Mariana? Ti ke qenë edhe pse pak, në një nga partitë e cila ka qenë dominuese në këto 30 e sa vjet, por ndërkohë ke parë dhe Partinë Demokratike dhe vetë ke mbaruar për shkenca politike, pra i një realitetet. Si ka mundësi? Nuk duan, nuk munden, është sistemi i vështirë, si ka mundësi parti politike nuk e kanë bërë Shqipërinë një vend evropian totalisht? Unë kam studiu shkenca politike, por praktika e jetës politike në vend qëndron shumë larg parimeve të politikës, të teorisë edhe shkencës filozofike, të vetë politikës edhe diplomacisë. E them me keqardhje sepse besoj që ka pas kohë mjaftueshëm për me mësu edhe për me sjell modelet më të mira të mundshme të vendit tonë. Besoj se vendit tonë nuk i ka mungu asnjëherë kapaciteti njerëzor dhe kapaciteti duhur për me e udhëheq këtë vend në rrugën e drejtë dhe në rrugën evropiane. Prej shumë kohësh flas dhe jo veç tashma. Arsyeja se pse politikat janë bërë në një mënyrë kaq të mrapsht në raport me jetën publike dhe qytetarët e vendit, e konsideroj si një mungesë të thellë vullneti për me shku drejt kësaj të mire. Pra mundësit janë, po nuk ka vullnet, thoti. Absolutisht që mundësit janë. Shteti prandaj ekziston, prandaj e ka kriju njeriu dhe koncepti vetë shtetit dhe instrumentat janë kriju për me dhanë këto zgjidhje në degëzimet e tyre dhe për me ju ofru ndihmë qytetarëve. Përndryshe qytetarët nuk do kishin pas nevojë as pak për ekzistencën e shtetit, por shteti për këtë qëllim është kriju dhe për këtë qëllim ekziston dhe duhet t'i shërbejë këtij qëllimi. Dhe diçka tjetër, një arsye shumë madhore është shputja nga realiteti e kësaj klase politike. Besoj se ata jetojnë në një realitet krejt tjetër, shumë larg realitetit të qytetarëve shqiptar, po kanë të vetëdijshëm dhe po kanë të ndjeshëm as të ndërgjegjshëm për problematikat e qytetarëve të vendit tonë, qoftë me infrastrukturën, qoftë me ujin, qoftë me pronat, me shqetësimet mjedisore, me drejtësinë, me institucionet e demokracisë, me indiferencën e vetë pushtetit dhe administratës. Dhe kjo shkëputje shumë e madhe nga realiteti i ka sjellë dhe këtu ku jena sot. Njerëzit në shesh që protestojnë kundër tyne dhe një pushtet që bën sikur nuk i dëgjon apo i përgjigjet në një mënyrë të dhunshme dhe denigruese në vend që të përgjigjet me reflektim për aty ku është alon kohë për me reflektu dhe me një vetë dërgjetësim dhe modesti më të thellë ndaj qytetarëve. Si e shikon reagimin e majorancës, por edhe të opozitës tani që është protesta? Pra si duken të friksuar apo duket sikur po forcojnë radhët? Më jep një koment edhe në optikën tënde. Çdo pushtetar duhet t'i ketë frikë qytetarët, aq më tepër kur ata vetëdijsohen dhe ndërgjegjësohen mbi forcën e bashkimit dhe mbi pushtetin e tyre që ata kanë. Sovraniteti tashmë duhet me shku aty ku përket, tek vetë njerëzit dhe tek vetë populli. Dhe kjo protestë po kallëzon më së miri krijimin e një kulture të re politike në vendin tonë, çka është shumë e rëndësishme.
Historia e protestave në vendin tonë ka një histori negative. Personat që u kanë dalë në kry këtyne kauzave dhe protestave kanë përfundu të ja mbyt zanin, të mbyt këto kauza dhe këto protesta. Prandaj ka pas edhe një mosbesim në kohë të shqiptarëve ndaj fuqisë të tyre si individ, po dhe si pjesë e këtyne komuniteteve përbashkuese dhe reaguese ndaj pushtetit dhe ndaj problematikave publike. Por besoj se kjo protest e ka zhba këtë mit dhe po fillon me zhba edhe mitet e tjera. Dhe kjo është një ndër fitoret më të mëdha të kësaj lëvizjeje. Si opozita, si mazhoranca kanë shumë me mësu prej këtij brezit ri dhe prej këtij reagimi qytetar. Duhet të mësojnë dhe të ndërgjegjësojnë dhe të pranojnë se ku duhet të qëndrojnë me të vërtet pushteti dhe duhet edhe të vetëdijsojnë që nuk munden me kënd të përjetshëm në ato pozicione. Ka një brez të ri që po rritet, ka një frymë shqiptare, ka një diasporë që është shumica e tyre me kryt mrapa në vendin e vet dhe e shef në realitet dhe kanë një vetëdijsim shumë më të lartë se ata mbi çka po ndodh dhe mbi çka jena. Kjo protestë ka kallëzuar që brezi i ri ka një kulturë politike shumë më të madhe se gjithë klasa jonë politike, edhe që po punon edhe po e dëshmon që po punon më mirë për demokracinë, për llogaridhënien dhe transparencën, më mirë se sa krejt klasa jonë politike. Jep një koment, si shikon si figura politike zotin Sali Berisha dhe zotin Rama? Si shikon si figura? Janë në stacionin e tyre të fundit të karrierës politike apo mund ta tejkalojnë edhe këtë situatë? Mu nuk me frymëzon ma asnjëna prej këtyre figurave politike. Jo, nuk e kam në frymëzim. Janë ajo që ndoshta njerëzit nuk e shikojnë. Çfarë profesion, çfarë janë? Janë në dekadencë politike dhe besoj se nuk frymëzojnë më as edhe një shqiptar dhe kjo tashmë është bë shumë e qartë, mos frymëzimi edhe humbja legitimitetit të dy këtyre figurave për me kanë leadership i asnjë force politike më në vendin tonë. Besoj se dhe duhet të jenë afër fundit të karrierës së tyre politike dhe të lënë vendin për një frymë të re, jo ashtu siç ata e propagandojnë, për një frymë të re politike për vendin tonë, ku t'jepet mundësia një debati të mbrëmshëm, por edhe një demokracie më të vërtet, s'pari brenda subjekteve politike, por edhe një demokraci që përcillet edhe jashtë tyre subjekteve politike. Dhe kjo realizohet vetëm me largimin dhe ndërheqjen e të dyja këtyre figurave prej subjekteve që ato kanë udhëheq për kaq shumë kohë dhe kaq shumë vite. Besoj se këto kohë kanë qenë më se mjaftueshëm, shumë fish më se mjaftueshëm për me dëshmu një dashamirësi ose një seriozitet të mundshëm që ata mund të kenë pas ndaj kauzës publike dhe ndaj qytetarëve. Koha dhe realiteti nuk e kanë dëshmu një gjë të tillë, kështu që është në dinjitetin edhe në detyrën e tyre për me dhënë ndërheqjen dhe mu largu. Më jep një koment për protestën, meqense jemi këtu. Duhet të kthehet në një lëvizje politike apo duhet vazhdojmë me këto kërkesat e saj, me këto kërkesa që ka aktualisht? Kjo mbetet mbi dëshirën edhe mbi kërkesat e tyre. Nuk e konsideroj të domosdoshme krimin e lëvizjeve politike që të ketë sukses një kauzë, qoftë sukses social apo politik, për mu kjo protesti ka korrë tashmë disa fitore të vogla politike dhe ka arrit me të hequ shumë mesazhe dhe shumë frymëzim që ja vlen për mu dëgju dhe për mu pa përtej kufive të vendit tonë. Kjo protest padyshim që është frymëzuese, është edhe shumë shpresdhënëse për krejt popullin shqiptar, për brezin e ri, po duhet jetë edhe një shtysë shumë e madhe ndërgjegjësimi për vetë pushtetar dhe gjithë klasën politike. Mariana, duke parë edhe gjithë episodet që kanë ndodhur ndërkombëtarisht, kryesisht në Britaninë e Madhe, laboristët kanë një traditë që i largojnë vetë kryeministrat. Pra edhe kryeministri i fundit që u largua, Keir Starmer, u largua nga brenda partisë. Tony Blair gjithashtu, por ka edhe episode të tjera. Mund të jetë ky rasti i Shqipërisë që PS-ja e largon zotin Rama apo brenda nuk ka disidencë të fortë partijake zoti Rama? Ndërheqja është institucion i demokracisë, shumë i njohur në vendet perëndimore, fatkeqësisht pothuajse inekzistent në vendin tonë, në jetën publike dhe në jetën politike. Partitë politike të vendit tonë kanë nevojë për një reformim të thellë së mbrëmshme, kanë nevojë për një demokraci të vërtet funksionale, zonë ndryshe, qëndrim edhe debat të mëtejshëm. Kjo si një formë shtyse për funksionimin e demokracisë në vendin tonë, po dhe një formë
përfaqësimi më dinjitos i vetë qytetarëve në gjitha nivelet e përfaqësimit publik. Besoj se të dyja forcat politike, si Partia Socialiste, si Partia Demokratike, kanë nevojë për një reformim të thellë dhe një reflektim shumë më të thellë mbi përfaqësinë e tyre dhe mbi ekzistencën e tyre. Në qoftë se ata duan t'i përfaqësojnë qytetarët shqiptar, duhet të kenë pikë pari një rotacion edhe kryesie, por edhe një meritokraci më të theksuar vetë brenda vetes. Po, e ka PS-ja, Mariana, këtë disidencë që mund të largojë zotin Rama nga brenda listës Pali ka filluar një lëvizje, si e shikon? Gjatë këtyre 10 muajve unë kam pa figura të Partisë Socialiste që nuk janë as pak dakord me leadershipin e tyre. Ka përveç zonjës Pali ka emra të tjerë. Po, ka disa që janë kundër këtij leadershipi, nuk e kanë artikulu publikisht, është lehtësisht e lexueshme edhe në fytyrat e tyre dhe në qëndrimet e tyre që kanë marrë për gjatë mbledhjeje. Besoj se është çështje kohe që gjejnë kurajën dhe momentin e duhur për me artikulu këtë bindje, vlerat dhe besimin e tyre që kanë, dhe mendoj që duhet ta bëjnë sa më parë sepse është shumë e nevojshme për interesin qytetar, për edhe me ju dhënë më tej motivim dhe shpresë shqiptarëve edhe protestuesve që ka ngjasa edhe ka mundësi ndryshimi për mirë në këtë vend dhe duhet të fillojnë edhe nga vetë mbrana subjekteve politike, të dyja kraheve, me qëndrime më kritike edhe me qëndrime më të vërteta përtej disa fjalëve. Duhet të përkthehen tashmë në qëndrime dhe në presione të qëndësishme përballë liderit të tyre. Kam edhe 2 pyetje të fundit, zgjedhje parakoshme, të jashtëzakonshme. Shikon në horizont, Mariana, apo duket pak e vështirë? Nuk di të them, sidoqoftë këto janë pjesë e jetës demokratike, nuk do çuditesha nëse do ndodhte. Unë e kam bërë vetë deklaratë dhe kërkesë publike që shpërndahet parlamenti. Shpërndarja e parlamentit do të thotë edhe fundi i karrierës time politike për këtë mandat, ndoshta jo fundi përjetshëm, por do të thotë edhe largimi jem si deputete nga Parlamenti i Shqipërisë. Megjithëse unë e kam bërë si kërkesë edhe mbështes si mundësi të mundshme, në qoftë se kjo i shërben interesit qytetar. Kjo duhet jetë busulla e çdo politikani dhe çdo shqiptari që merr përsipër që t'i përfaqësojë shqiptarët në këto nivele. Dhe një pyetje të fundit për drejtsinë, SPAK-un. Duket sikur ka një lloj qetësie në këtë fazë. E shikon dhe ti, apo është thjesht një qetësi përpara stuhisë të madhe që mund të vijë në vjesht edhe me kohën, por ndoshta edhe me drejtsinë përballë politikës? Du të besoj se është një qetësi përpara stuhisë. SPAK-u ka dëshmuar që është mos them institucioni vetëm publik që ka një besueshmëri të theksuar nga qytetarët shqiptar dhe këtë e ka ndëshmuar me rrëzimin e miteve që ka pas kohët e fundit në Shqipëri, ku për herë të parë janë prek figura politike të fuqishme që më përpara ishte e pa imagjinueshme dhe konsideroheshin të pa prekshme prej ligjit edhe prej drejtësisë. Ka qenë një start dhe një vazhdim shumë i mirë. SPAK-u duhet të vazhdojnë edhe as edhe një politikan dhe as një pushtetar apo titullar e institucionit nuk duhet të jetë i paprekshëm prej drejtësisë edhe prej ligjit. Duhet jenë gjithë barabartë para këtij ligji dhe gjithë duke respektu pasunitë publike dhe vlerat tona publike që ne kena. Përndryshe duhet një herë e sa më parë të përballen me drejtësinë edhe me strukturat e ligjit. Pyetje drejt për drejt, nëse do vi kërkesa për arrestimin e zonjës Balluku, si do votoj Mariana Koçeku tani që është e pavarur? Ashtu siç e kërkojnë shqiptarët. Pra në favor. Ashtu siç e kërkojnë shqiptarët. Ka qenë shumë e qartë kërkesa e tyre edhe në shesh, edhe kudo tjetër. Mirë, unë të uroj shumë suksese, Mariana. Faleminderit shumë që ishe edhe në studion në Albania Newscast, dhe besoj do kemi mundësi të ritakohemi në vjesht pasi flitet paktën deri tani që do ketë shumë zhvillime, apo jo? Faleminderit, besoj edhe unë se ashtu do jetë. Faleminderit shumë kënaqësi. Ndërkohë me këtë intervistë erdhëm në fundet të episodit të sotëm të Albania Newscast. Thirrja jonë nëse gjithmonë bëni subscribe, jepni dhe komentet tuaja, do t'i shikojmë, do t'i lexojmë të gjitha dhe do t'i pasqyrojmë ato. Deri atëherë ju uroj gjithëve ditë sa më të mbara.